Mungesa e materialeve zgjedhore në gjuhë të tjera përveç asaj shqipe e mungesa e qasjes në vend votime për personat me aftësi të kufizuara janë disa nga ngecjet që i kanë konstatuar vëzhguesit e delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në ditën e zgjedhjeve. Kryetari i këtij delegacioni Yunus Emre në një konferencë për media të hënën ka thënë se këto probleme janë evidentuar në disa qendra të votimit. Disa qendra të votimit nuk ishin materiale zgjedhore në gjuhë të tjera përveç asaj shqipe. Qasja për personat me aftësi të kufizuara mbeti sfidë në shumë qendra të votimit. Asistenca për votuesit që kishin nevojë për ndihmë gjatë votimit duke përfshirë personat analfabet ishte gjithashtu një problem në disa qendra të votimit. Këto rregullore duhet të rishikohen për të lehtësuar një qasje më gjithëpërfshirëse. E në një qendër votimi, vëzhguesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës nuk janë lejuar të jenë prezent gjatë numërimit të votave. Si shqetësim, kryetari i këtij delegacioni ka ngritur edhe mos certifikimin e listës serbe nga ana e KQZ-s. Për herë të katërt këtë vit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve refuzoi certifikimin e Partisë Kryesore Serbe në Kosovë, Srpska Lista dhe listës së saj të kandidatëve, një vendim që më pas u shfuqizua nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe nga Gjykata Supreme. Ky model i përsëritur ngriti shqetësime për qëndrueshmërinë dhe panshmërinë e administratës zgjedhore në procesin e certifikimit. Por delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka mirëpritur zhvillimin e qetë të zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. U ka bërë thirrje të gjithë aktorëve të kontribuojnë në krijimin e shpejtë të institucioneve funksionale. Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës pati 12 anëtar në përbërje të shpërndar në disa komuna në ditën e zgjedhjeve të dielën.